është luftë që zgjat apo ka nevojë për gjenerata, për ata duhet të edukohet gjenerata që të ketë durim të madh, të vendoset në dinin e Allahut dhe të lip shpërblim prej Allahut të tij. Po ashtu Ebul Hasan an-Nadawi thot, parin hap që duhet ta merr muslimanët, parin hap që muslimanët duhet ta marrin për të mëkombë, të din, për të mëkombë shtetin islam, që ka premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e shumta, e njëra prej haditheve që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka rafshu tokën dhe kam pa gjithë anët, anë kanë botën dhe ka thonë ummeti im ka me pushtu, apo ummeti im ka me qliru çdo vend që e kam pa dhe do të fundon islami sipas menhajën nubuwe, sipas programit, sipas rregullave të Muhammedit alayhi salatu wasalam. Do me thonë që shteti i cili pritet islam nuk vjen një set me bidate, atë që ka mundësi me mëkam, një popull apo një gjenerat që nuk e ka pastru akidën apo besimin e tyre. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka premtu për këtë shteti, por ka premtu se islami do ta fundon botën me kusht që ku të vene atit do të fundon sipas Kur'anit dhe Sunnetit. Do me thonë ato gjenerata, ato burra të cilët do të fundojnë, ato do t'i mbështetin, çdo vend do ta mbështetin me Kur'an dhe Sunnet dhe do të fundon siç ka fundu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata Ebul Hasan an-Nadawi thot, e parin hap që duhet ta marrin musliman, e parin hap që duhet ta merr çdo kush, sa duhet të edukohet sipas edukatës së islamit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i ka eduku dhe ka arrit atje ku ka arrit, sa nëse shpeson dhe don një gjenerat që arrin ku ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet të edukohet kështu. Po ashtu Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala thot, innakum qad asbahtum al-yawma ala fitra wa innakum satuhdithuna wa yuhdathu lakum fa idha ra'aytum muhdathan fa alaykum bil 'ahd al-awwal. Sadina se sot jeni të jetuan në natyrën e pastër që donë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe që donë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po do të vjene një kohë, do të vjene një kohë që të shifë një bidate, sa do të vjene një kohë që njerëzit dhe që binë bidate, apo do të jeni ju ato që do të shpik një bidate, sa mbanu rrugën e atinve që kanë kalu, mbane rrugën e sfarëve të juaj. Po ashtu Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq në librin e ati Khututu Ra'isiyya li Bahthi al-Ummah al-Islamiyya thot mënyra dhe forma rikthimit të jetës islamit, thot يقول لا نستطيع أن نتصور أمة صالحة كاملة إلا بتصور جماعة عقيدة واحدة ومنهاج واحد. فنقام تيم مقام نقام تيم ركتية إسلام أفشتيت إسلام vetëm se nëse një umet e ka një besim dhe një umet nëse e ka një menheq, e ka një rrugë të marrë për argumentet Kur'anin dhe Sunetin. Për ata besimi i drejtë do të ekzistojë në të ditën e gjykimit. Çka lipët, çka kërkohet prej këtyre fjalëve keq që i thon, lipët difende në çështjen e besimit. E para prej atinve duhet që besimi të pastrohet prej çdo sendit që e kanë njollos besimin e qartë dhe besimin e pastër të gjeneratave të para. Do me thonë duhet pastrohet e para besimi, e dita prej atinve është që besimi prej librave dhe prej haditheve dhe prej ajete të shëndrohet dhe të mbjellët në zemrat e muslimanëve. Në çështjen e besimit lipën difende, e para të pastrohet besimi dhe e dita që ky besim të mbjellët në zemrat e muslimanëve që ta jep fritin që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka premtu. E dita prej atinve është menhej, apo rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këta lipën difende, e para për atinve që të pastrohet me nëheti prej çdo bidati, çdo argument të mirët prej Kur'anit dhe Sunnetit dhe të praktisen çdo bidate dhe çfarësi të cilët e kanë njollos dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe e dita prej atinve të praktikohet dhe të aplikohet të zbatohet ki menheq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e edukoi gjeneratën e parë. Kështu e edukoi gjeneratën e parë të
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كبار الشيب المطمير كني محمد عليه الصلاة والسلام شيب المطمير كني محمد عليه الصلاة والسلام شيب أشبراتات سلت اشبرتوين ديسن جكيمت ذا اشبرتوين كتاكوان الله نتيرة ذا فرمين الله نتيرة شم واشكر الله سافرتيت قرآن الكريم رضا واتبعوه لعلكم تهتدون. يا قرأ يوم مسلمان يا قرأ يوم مسلمان نتدني تمكرمني ذا تاركتني ايسا اسلامه duhet dërmos që ta përcjellni rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe rrugën e shokëve të tij. Pra Allahu than Kur'an Kerim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani." Sa pejgamberi alayhi salatu wasalam që Allahu subhanahu wa ta'ala na përcjell në përmes gjuhës së Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe thot, "Kjo është rruga ime e qartë që tharat në ta me argumente, nuk jam I vetmi që tharat në ta, sa unë tharat edhe ato të cilët e përqelin rrugën time, sa shku si thjeshin ata në rrugën e Allahut, cilit ishin motivet e atinve gjeneratave të para, që Allahu subhanahu wa ta'ala në shëtoj në Kur'ani Kerim dhe tha, "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا." Çka ishin motivet e tyre që Allahu në Kur'anin Kerimin e gëzoi dhe tha, Allahu është në pëlqim me to, me kërë, sa është në pëlqim me muhajirët dhe është në pëlqim me ansarët, pastaj sa është në pëlqim edhe me ato të cilët e ndjekën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu e transmeton një hadith Imran ibn Husayn që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Khayru ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Gjenerata më e mirë është ato të cilët kanë jetuar në shekullin e parë, e pastaj gjenerata e dytë dhe kështu me radhë gjenerata e tretë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد." Sa ijet janë mbrojë të qiellit, sa nëse shkoj ijet qiellit I vën sulmi nga se kur ka I vën sulmi që është premtuar, wa thot wa ana amanatu ashabi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa unë jam siguria dhe garanta e shokëve të mi, se idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, sa nëse unë vdes dhe shkoj, sahabeve do t'ju vjen ajo që është premtu. وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فإذا شوكت أميا قرون تكتي أمتي نتبديت dhe shkojnë sahabët shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam, atëherë do t'i vjen e ki ummetit një musibet që është premtu. Çka duhet atëherë me vepru?